Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës po mban zgjedhjet e saj për antar të asamblesë. Në garë për 69 vende janë 81 kandidat, të cilët do të zgjidhen nga 809 antar të dhomës së Tregtisë. Të dielën të 69 antarët do të votojnë për të zgjedhur kryesinë dhe kryetarin e dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës. Kryetari i komisionit zgjedhor, Bujar Bendo, për mikrofonin e Ora News, u shpreh se deri në orën 13 kanë votuar 37% e antarëve. Deri tani fluksi është në masën 37%, ose gati 291 votues nga 809 antarë që janë gjithsej. Duke u nisur dhe nga përqindja që zën grupet e antarëve, është grupimi i Tregtisë që është më i madhi dhe ka një nivel të gati 35%. Sot votohet për të zgjedhur asamblenë e dhomës. Asambleja e dhomës ka, sipas ligjit, janë propozuar 81 kandidat. Komisioni zgjedhor përbëhet nga 5 persona, të cilët përfaqësojnë 5 sektor të ndryshëm, siç është ai i industrisë, tregtisë, ndërtimit, shërbimeve dhe transportit. Procesi i votimit është hapur në orën 9 dhe do të vazhdojë deri në orën 19. Menjëherë pas mbylljes së votimit, do të fillojë edhe numri